njerëzit bekojnë fruta, është sepse zoni ku piqen fruta. Dhe festa e sotme pikërisht këtë na tregon. Na tregon destinacionin tonë përfundimtar. Pjekja e frutave është mbarimi i një cikli. E mbarimi i një cikli të vërtet për jetën e njeriut është pikërisht ndryshimi, transformimi i tij, arritja në atë që njihet në teologjinë ortodokse theosis, kur njeriu bëhet pjesëmarrës i natyrës hyjnore. Ky është gëzimi i ditës së sotme. Drita që shfaqi Krishti ishte drita e energjive të pakrijuara hyjnore. Ai sa ne mund ta kuptojmë e sa mund ta kapin njerëzit. Po na tregon pikërisht këtë gjë, që natyra njerëzore prekur nga Perëndia ndryshon, transformohet. Dhe kjo është thirrja e kësaj feste. Atë Gregori foli pikërisht për këtë gjë, që ne duhet të ndryshojmë. Sepse shpesh herë qarkullojnë disa thënie nga njerëz që ndoshta edhe nuk ndalen se çfarë thonë tek tjerët. Kur i thua dikush që ndryshoj sa zakone ose ndryshoj, thotë tash unë kështu e kam tipin, nuk ndryshoj. Por dakord, ashtu e ke tipin, por nuk është tipi që të ka bërë Perëndia. Ky është tipi i shtrëmbëruar. E Zoti kërkon pikërisht që ta drejtojmë atë që është shtrëmbëruar tek ne. Por që të ndryshojmë këtë gjë, fillimisht duhet ta kuptojmë. Ne jemi thirrur për të ndryshuar. E ndryshimi vjen nga ndryshimi i zemrës. Sa më shumë ta pastrojmë, aq më tepër do kemi dritë. E sa më shumë dritë kemi, aq më pak do jetë errësirë tek ne. E mungesa e errësirës tek ne mund transmetohet edhe këtë të tjerët. Sepse ndodh gjithmonë natyrë njerëzore, gjithse kush mendon që ka drejt. Gjithse kush ka pretendime të ndryshme. Ndoshta nuk do të thotë që ka pretendime e duhet i plotësohen. Ne duhet mësohemi me këtë gjë. Jo të gjitha gjërat që duam ne plotësohen. Zoti plotëson më të nevojshmet, nuk plotëson teka. Dhe ndryshimi i njeriu vjen kur ndryshon mendja e tij fillimisht. Prandaj jo përmend atë thënie që e keni dëgjuar shpesh herë, që thonë unë kështu e kam tipin. Ai tip nuk është tipi që krijoi Perëndia, është tipi i deformuar i yni. Prandaj edhe Zoti na kërkon në përthirrje sot që të fillojmë ndryshojmë. E duke ndryshuar veten, ndoshta mund të ketë shpresë që ndryshoj dhe bota.